ka basketbollista që bojnë namaz. Në fillim më konë pak ma zër, puna që jam konë edhe bajeri edhe nuk kom pas në ndikim edhe në ekipe edhe në këto, po zakonisht njerëz dojnë me pa të ti sa i sinqert dhe sa ki për i men. Se të namazin njerëz të kanë edhe problem, ato menojnë që ti të desh me ik ushtrime ose me ik punës, po momentin kur të bindën që ti e ki ato primare para çdo gjëje, atë nuk është problem. Zakonisht në fillim sezonës ti i qet kushtet tua, se ka klube që i reklamojnë birat ose këto gjanat, edhe tani unë i kom qitë gjithmonë kushtet, nëse ka kjo, aty nëse ma bira, sa ma bastori, tash bastorit i kanë hekë, s'ka për ma herë për shumë ka pas të lojnat fatit e këto, atërë e kom pas marrëveshje që unë se bojnë në fanel. E për kështu për namazi është lehtësim se koha është ka gjë e gata, që nuk mundesh me pas hapësirë mëna që sa kohë më falë, nuk është strikte për shumë 10 minuta ose 15. Javët e para nuk është e zërshme, po në javën e fundit filloj më shtirë energjitë vërejt ajo. A ka java fundit më shtirë? Po, se edhe 10-15 ditë e para nuk është problem fare, po na më shumë i kushtoj mëndësi gjatë agjerimit me marrë langjët edhe ushqimi zakonisht me marrë ato proteinat e gjanat minerale që kanë esenciale, gjatë se koha është shumë e shkurtë, nëse tash është koha më e gjatë, është më lehtë. Selam aleikum të dashur miq të RTS, mirë se po takohemi sërish me emisionin tonë tuaj Divani për Kosovë. Sot kemi kënaqësinë të intervistojmë një basketbollist me përvojë ndërkombëtare, Urim Zenelaj, i cili ka luajtur në Kosovë, në Itali, në Bosnjë, pra në Sarajevo, ka luajtur dhe në SBA. Përveç përkushtimit ndaj sportit, Urim është i përkushtuar dhe ndaj fesë islame për agjërimin e Ramazanit, faljen e namazit. Gjithashtu do të bashkë bisedojmë me Urimin, se si e bën balancimin Urimi mes fesë, po ashtu dhe mes sportit, mes tërviqeve, sa ndikon feja, namazi, agjërimi, a i pengon në stërviqje, në ndeshje, e të tjera do të bashkë bisedoj me Urim Zenelaj në ndeshje dhe mos ndalin nga kanali RTS. Urim, salam aleikum. Aleikum, salam. Qysh je, që ke hallet? Mirë, ka zotë. A po zhdryp ti, apo hipi unë qëta? Ma letë e kime jufti. Ma letë me hipi unë Kështu që këta basketbollista zakonisht gjithë që jënë hipi në shkallë, manalt. E më balancu bashkë, qështu po më do këtë ta më sa mirë ka më koni gjatë edhe unë vre? Urim. Po më është njajtë, se gjithë e më koni gjatë, se di që është më koni... Faleminderit që ndove ku, me gjitha të angazimet e juve, se sport ju merë ku shumë. Fillimisht, e na tregon pak për përvojën tonë të basketbollit, për karrierën tonë. Po, karrierën e kom nisë një vjetë pi 11 vjeç, 12 ja kom nisë njerë në Suarik, pastaj në Prizren, ku kalu krejt gjeneratat, pastaj kom shku... Prej 11 vjeçe? Po, kështu kom lupi 8 vjeç në stop, edhe në barre në ato farë që kem pas në fshat në shkollë e këtu. Po, pastaj kem shku në Prizren, për Prizrenit një një vjet kom lujt në Bosnë, në Sarajevo, pastaj kom shku në Itali, në Serie A, po e kom pas në lëndim të madh, jam kthyer prapë këtu. Tani kom shku në Amerikë. Me lujt atje. Në Sarajevo. Ke lujt për Sarajeven, a për Kosovën Sarajevo? Ja, kom lujt për një klubin e Sarajevës, është klubin Bosnja BH Telekom, është më të mira në Jugoslavik, të atë vjetët e njohin edhe që kanë përcjell basketbollin. Të në herë? Të në herët, është klubi madh, ta e për e tytë, kom shku në Itali. E në Itali, për ka lujtë? Kom lu një Vanoli Cremona, në konë një klub aty në Serie A, po e kom pas një lëndim, tani o desh prapë më arë këtu. Që lëndoni për dhe jo sportincat këllaj? A i boni me qëllim se lëndime, a prej me lëndoni? Ja, dhe me qëllim si në kërkush në operacion, se i kam një 7 operacione. Urim, pak më herë në këtë regu që edhe në SBA ke lujt? Po. Por kanë lujt në SBA? Atje, kom jetu në Washington DC edhe jam konë shkollim, atje kom pas scholarship edhe kom lujt atje. Një kohë, pasaj, kërë kem frikë më arfnina, kështu. Në Kosovë kom lujt për disa klube,
disa herë bëhen edhe kampion. Allah i nderoft. Urim, duke pas parasysh aktiv në sport. Dhe tash qyshe e menaxhon agjërimi, namazi, sporti, a të pengon agjërimi në sport, a të pengon sporti në agjërim? Që është javët e para nuk është e zërshme, po në javën e fundit filloj më shtirë energjitë vërejet ajo. A ka java fundit më shtirë? Po, se edhe sidomos 10-15 ditë e para nuk është problem fare, po na më shumë i kushtoj mendësi gjatë agjërimit me marrë lanxhet edhe ushqimi zakonisht me marrë ato proteinat e gjanat minerale që kanë esenciale. Gjatë se koha shumë e shkurtë, nëse tash është koha më e gjatë, është më lehtë, po kur kon verës se faza përgatitore është më e rënda në sport. Se ambientor vjen për pushimit në një muaj e gjysë, tash janë nisësh intensiteti shumë i lartë, e kur është Ramazani verës, u kon më vështirë, po ja dilshëm, se kem pas raste kena ushtruar 6 orë në ditë, domethënë 3 orë para ditës, 3 orë mas dite, ishte iftarin 8 sati, gati 9. Po, kërë kanë Ramazani, ma... E atërë kanë ma e vështirë, po së kanë e pa mundur. Atash është ma letë. E këto për namazin nuk është problem, se na jetën edhe çdo sene bëjmë, e programojmë bazë namazin. Kur fali namazin, kur je për shembull 6 stërvitjeve? Dhe a ki problem, ani është për shembull pak, ani është keq, ani është atë bullizon dikush, se për shembull një sportist i njohur si jo, Urim Zenelaj, në stërvitje, po merr një kohë për shembull për fal namaz. Ja, nuk ndodh kjo. A ki prej shoqnive që bën namaz me ta bashk? Ka basketbollista që bojnë namaz. Në fillim u kon pak më zor puna që jam kanë edhe bajeri edhe nuk kom pas në ndikim edhe në ekipe edhe në këto, po zakonisht njerëz dojnë me pa të ti sa i sinqert dhe sa ki për imen. Se të namazin njerëz të kanë edhe problem, ato menojnë që ti të desh me ik ushtrime ose me ik punës, po momentin kur të bindën që ti e ki ato primare para çdo gjëje, atë nuk është problem. Dy më ka ndodhur me nalë edhe autobusin kur kisha me shku në në Bullgari ose në Romania që vëdio në votimet gjata, edhe i kena namazin sabahit duke me nalë që me falë. Urim, a ka ndodhur shembull në fal, trajneri ose udhëheqësi i ekipit, si i quhni këto, për trajner që titull e di. Do thonë për shembull, jo që po agjëroni, po jeni ma dopt në stërvitje, ose ndoshta edhe ndeshin lojë që i keni. Jo, se mos tash to vitet e fundit jo, aty se edhe është numri. E ma herët kanë tentu me të thyja, din kanë për shumë kom pas raste që kom vajt ushtrime shumë a shumë, edhe nështë 15 minuta para se me i iftarit, na kanë vënë atë farë ta emotin e fundit për me pi ujë në stërvitje këtyne tjerëve, edhe na kanë shtyllë 40 minuta ma shumë, veç për me të thyj me këqyra e ki për i men. Po, kur e poshin që e ki për i men, edhe nuk e ki mene me lanë, tani më sene i plashim. A vjen pak se edhe sporti një farë ushtrije në vetë kështu? Po, pa është një familje ushtrije, se ushtria është shumë ma... Po, është sen që ja del, edhe Ramazani e dim krejt që sa ma shumë që të sfidon, që është ma shumë një knatësi. Nëse kur të është dimnit nuk është knatësi as i verës. Ajo shumë ma shumë e kom përjetu atëherë që më sfidoj ke ma shumë se sa tashti. Urim, mirë kanë kështu për mund është tjera para për ty. A ke pas në një moment, për shembull që je sfidu, ke pas me zgjedh mes sportit dhe mes fesë. Ai ka da më marrë me sport, ai ka da më marrë me fe. A do me falë namazin dhe me agjëru, apo po do në më marrë vesh me sport. Për shkak që tu ka imponu. A ka ndodhë kjo? Jo, se zakonisht unë je kom njës me praktiku fejnë kër jam konë Itali. Se jam konë këtu edhe në Sarajevo nuk jam falë, shku një vend tjetër. Në Italia që s'ka shumë muslimana, në Italia nifet si vend jo musliman, si krishterë. Se kom pas asni shqiptar, as musliman rejtë dhe s'ka kanë eqë, po përdojnë zotë. Shkon në Turkia, në Arabi, kështon njeri, hajde vëllau. Po jam rritë në Prizren edhe edhe si jam falë. Që jam në Prizren, qytetin e xhamive. E masonej,
zakonisht në fillim sezonës ti i qet kushtet tua, se ka klube që i reklamojnë birat ose këto gjanat, edhe tani unë i kom qitë gjithmonë kushtet, nëse ka kjo, aty nëse ma bira, sa ma bastori, tash bastori i kanë hek, s'ka për ma herë për shumë ka pas të lojnat fatit e këto, atëherë e kom pas marrëveshje që unë se bojnë në fanellë. E për kështu për namazi është lehtësim se koha është ka gjë e gata, din që nuk mundet që mundesh me pas hapësirë mëna që sa kohë më fal, nuk është strikte për shembull 10 minuta ose 15. E kur ti në të mundesh edhe me bashku ose ki lehtësime, nuk kom pas kurrë as atë pikë sa kohë nuk kom pas kurrë me thonë një ditë që tash smujta me fal. Gjithmonë ka zgjidhje pa dëmtu edhe anën profesionale. Urim, na i përmene, fillim pak do ushqime, do vitamina, një diçka. Sportistat që kur jo. Gjatë Ramazanit, zakonisht po na intereson ushqimi gjatë Ramazanit. Çka preferoni ose çka preferohet që një sportist të përdor të ushqimet, të pijet gjatë muajit Ramazanit. Besoj që dalloni këto iftarin, konsumimin që i veçoni ushqimet e iftarit dhe ushqimet e sefyrit. A e bëni këtë dallim këto? Që na sportistat, po mënej sportistat profesionistë që kanë veç këto punë, nuk kanë punë dytësore, atëherë rrinë natën qut më shumë se s'kanë nesër kanë me dalë. Natë. Po, edhe tani që aty pak e bojnë atë i bjen pak më shkurt tani me. Po ju për shkak që merret me punë tjera, ose dikush e merret me punë tjera? Po, përveç sportit. Po ajo është iftarin na e hidratojmë trupin. Tani gradualisht shkojmë të hangër të ushqy, që mos me mush trupin me gjana që për shembull po hurme ti ham këtë shumë, edhe po hurme jam tonë se të mira janë valla. Po edhe janë edhe shëndetshme, po tani frutat e këto gjanat, edhe mundohem që mos me hangër shumë. Fruta i preferoni. Po, edhe karbohidratet brunat janë të mira, se nuk mundesh me çu me magat. Ah, më vërtet. Po të longjet? Se me hangër ushqime detit, ala pa pas i fermentosh. A i preferoni për ju të gazumet? Që po ankohen shumë? Na i preferojmë, po zvani po sportja i preferon, si sport kështu. Si preferon, se është shumë. Apo i bjen që në Ramazan gazumet këtë mi largu? Po është një mi largu gjatë, po s'po mujna. Po vile në Ramazan? Po vile në Ramazan, po. Për syfir, çka preferon një sportist që të ushqiet për syfir? E po ushqimi në syfir të më konë ma i lehtë, dhe mund si shpos më konë shumë me i njëllë me këtu që... O, na merit, ja. Po dhe në këto të më konë fokusu më ty. Po, zakonisht, trupi ambientohet me çato ushqim që ka, dhe që ka hangër gjithmonë, ta është veç e ndrën darkën për shumë dhe drejkën e banë syfër dhe... Ashtë është 2 herë, në shto kohë dimnit në bashëm 1 herë për nga vjenë. Se zakonisht me vë me ndru dietën, atër i vinë trupit me ambientu në që të ushqime. Dhe ti nëse që ki hangër drejkën edhe darkën, ti hanë tash si iftarin o syfyrin, trupi o mësu me tre që të ushqime i ba energjit mjaftueshme për ty sa të vynë në baza ditore. Se për shkak kanë shumë njerëz problem thonë një po trash në pushtoj peshë në Ramazan ose po hupi peshë, është puna që ndryshojnë dietën. Nuk ka nevojë me ndryshu dietën. Veç ndryshon orët, se dieta më nuk ka në njëjtë. Do nderoft. Urim, tash kur him e ndrojmë mohabetin, e ndrojmë pak llafet. Ju prezant thonë apo dush me ndru llafet, a? Apo dush, apo shkesh, apo vish. Arrin shumë telefon? Po. Kështë është? A nuk ankoni edhe ju sportistat për telefonit ta? Ja, unë rri shumë, po nuk rrin djetësore, në rrin YouTube shumë. Në po tha, vënimin thash, po thu jo se sporti s'bën, se më dhomin krata, qafa, më kalzu trive që mos rrini shumë telefona. Ja, rri, ose s'bën me nejtë, po është puna edhe në varë për çka e shfrytëzon telefonin. Dhe nuk është, ti nëse rrin në rrjete sociale është për me humbje kohë, po nëse rrin ti në YouTube edhe merr mësim, ti ki profesorat Harvardit, ti ki profesorat
Cambridge dhe çka do tjetër, domthonë ti të shtohet diapazoni edhe mundesh me ngu seri ligjërata, qoftë fetare, qoftë shkencore, çka do. Edhe me të shtu diapazoni të për cilë emisione. njerive tua që nesër më konë ma letë interaktiv me tjertë dhe... Elhamdulillah që po kemi këto mundësi që prej këto me përcjell ligjëratat në Amerike, ku do të qofshin ato. Veç më konë të interesu. Urim, për rinin, të cilët në kohën e sot janë po shumë pasiv. Shumicën seriozisht i kemi janë marrë me telefona, në autobus se i pishën telefonin dorë, lokale ka dojnë më urxu të hyqi telefonat, më ha beta s'po na lajnë. Si një sportist si jo, që i njoftun një këshill për të rit e të rejat që nuk merren ose kanë dëshirë më marrë me sport, që të merren me sport dhe si të kujdesen për shëndetin e vetë. Po, tash me i dhonë dy këshilla, një për prind dhe një për trit. Për trit, më i më thonë, veç kujton e pandemin, sa mirë e konë kërë keni dalë natyrë. Atë që ajo e mjaftën, se në pandemi krejt janë marrë me, ose kanë bo pak hiking, ose kanë dalë, kanë vrapu në diçka, dhe kanë thonë, për na mungoj ka që kjo, që e kena bo kujna kon fëmija. Po, një ditë mos në alon policia me dalë, në dëshë mu tranu se në alon me dalë. E veç kujton e që ndjenë sa ma e mirë konë se me dalë në kafe, e për prind është shumë një këshill shumë e nevojshme, se shpërhit krijohen për fëmijës, për kur t'je fëmijë. Edhe ka ndryshu kohë tona, kur na rrit na gjeneratat tona me fëmijët e tashtit. Tashti fëmijën e shet 12 vjeç, ajo është edhe nëse shkruan me ta mesazhe, e shkruan si doktor shkence. Po kur t'ja nis me fola i belbën, nuk mundet me përfundu mendimin të në fund, nuk mundet me bisedat tina nuk ka një fillim, nuk ka një mbarim, nuk din e punu në grup. Është puna që ata nuk kanë, maksimum janë 2 veta, 3 veta, 3 veta s'mu në bo 3 fëmijë kur një gjeneratës bashkë në shpe ose dikun. E ne kena pas atë luksin që kena pas oborët, i kena pas olicat, i kena pas qoftna për qytetën, në për fshatna, edhe aty i kena mësu i kena mësu që qysh është me hup, qysh është me fitu, qysh është me punu në grup, qysh është me shku mës atina që ka topin, atë se edhe kjo konë këgjë një farë... Besa më falë, një top e meshim thesin, e lidhshim me në farë konoa pas së gjima, e bëjshim top se as top mirë s'kishim. Po dhe qaj që kish ka topin, dhe shke pak si man kryet venit, adin. Fëmija ato janë konë sene që ty të kanë përgatit për jetën reale, nese kur dalish në trekt punës, kur dalish në studima, që ka po dione. E tash është obligative, është pa tjetër që me që fëmija në sporte kolektive. Pa morë parasysh farë sporti, më konë sport kolektiv. Në individuale, nëse kanë talent dhe nëse dojnë, është mirë me që, po kolektive, sidomos bile 3-4 vjetë është obligative me që fëmijën. Dhin moshat 8, 9, 10, 11, 12. Nuk është me nësi tani a vazhdojnë, po me nësi mi fitu që të shprehi që janë të ju mungu. Se aty s'kanë qare pa komuniku me një tjetrin, pa ndërvepru, pa punu në grup. është i vetmi vend ku mund më mësu. Unë e pështova se kur s'pa në tërnerë ka, thash kjo dhe ka më shti ma vrapuzat, po kur s'pa atë, thash pështova edhe pa lujt basket. Që atje kishim një kash, po topin se kishim lujt basket. është me ditë me lu pa top, se me top din krejt. Ja, pa top, a dhe me provu, a e provojmë që është më lujt pa top, bre? Pa top e javën kash sa e dojnë, që s'ka kash me hanë se kivan. Se dhe jetë atë. Allah ndëroft, pa ndirë shumë. Lusë Allah në gjellë dhe shah, në ho që të bëj këtë Ramazan të letë për neve, për juve dhe për gjithë besimtarët. Agjerim të pranuam, u pafshim gjithmonë për të mira, shumë falënderoj për kohën. Edhe për këto këshilla të mira, për eksperiencës tonë, për neve dhe për gjithë ata që na përcjellin.